E falenderojmë kryetarin për fjalën e tij, të nderuar të pranishëm. Me qëllim e kemi si vjet e kemi organizuar dhe lejmëruar që fillojmë këtë organizim pak më herët. Kemi menduar që sikur edhe vitin e kaluar të organizojmë në palestën e sporteve që e kemi bërë për shkak të punimeve që janë aty. Kemi menduar që ta bëjmë në ambient hapur, mirë po shkaku i kushteve atmosferike jemi detyruar që të jemi këtu, shkaku i haxhive që i kemi me numër të madh. Për sonde, normalisht sot e kemi parakuar që tash i ftoj hoxhallarët që i kam caktuar që ta bëjmë duajin e haxhive, dhe më pastaj sekretari do të fillon dhe një nga një do të thret në fund sesirin për haxhive. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Falëndërimi i takon Allahut, Zotit të botëve, mëshirëplotit, bamirësit të përgjithshëm, sunduesit të ditës së gjykimit, vetëm Ty o Zot të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Udhëhiqna në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre që ju dhurove bekimin dhe ruana o Zot nga rruga e atyre që janë të humbur dhe që të shkaktojnë hidhrimin. Ty o Zot të përket madhëria dhe pushteti, lavdia e lartë madhëria, sepse gjithçka në qiell e në tokë janë tua. Ty o Zot të përket mbretëria, prej Teje vjen pasuria dhe lavdia. Ti zotron me gjithçka në dorën tënde është fuqia dhe pushteti. Ti mund të bësh gjithçka të madhërishme dhe të qëndrueshme. I pastër je o Zoti i arshit të madh, Zoti i qiellit dhe i tokës, të falurit tanë, flijimi ynë, jeta jonë dhe vdekja të takon vetëm Ty. Ty të madhërojmë dhe të adhurojmë, Ty të lartësojmë dhe vetëm për Ty falemi, për Ty e bëjmë haxhin. Ty të lutemi o Zot dhe vetëm Ty të drejtohemi për mirësinë në udhëtimin e haxhit, për ndihmë në punën e punët tona me të cilat Ti je i kënaqur. O Zot shumë i mëshirshëm, Ti je shoqëruesi më i mirë në këtë udhëtim. Mbrona nga vështirësitë, mbrona nga pakënaqësitë, fal na durimin, forcona me qëndresë, përqer rrugën tonë, ardhjen tonë, veprimet tona, ibadetin tonë. Kthimin tonë dhe ruana o Zot nga shikimet qëllëmqia, nga brengat dhe të lashët në shtëpitë dhe familjet tonë. O Zot, pranojmë jetën tonë, që të përgjigjemi me fjalët Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la sharika lak. Prano veprat e tona, prano sajin ton, prano qëndrimin ton në vendin e shenjtë Arafat, shëndriti fytyrat tona me ujin e bekuar Zemzem. Pastroj zemrat e tona nga çdo rrëndjet dhe ruaje vullnetin e zemrave tona për ahiret. O Zoti ynë, Ti je mëshirës dhe falës, për hir të haxhit, falë lëshimet tona, paditurit tona, të meta tona, të përparme dhe të pasme. Ti o Allah je i pa fillim dhe i pa mbarim. Ti i paraprin çdo gjëje. Ti e ke fjalën e fundit, gjithçka është në dorën tënde dhe askush s'mund të qëndroj përballë vullnetit tënd. O Zot, na mundëso që për hir të haxhit të arrijmë kënaqësinë tënde, të mirat e xhennetit dhe na mundëso që të shohim Ty. I bekuar je o Zot, bën që me bekimin tënd të gëzohemi ne, etrit tanë, nëna tona, bijt dhe bija tona, vëllezërit dhe motra tona, pajisna me të gjemë, shikim fuqi që shpenzohen vetëm në rrugën tënde gjatë gjithë jetës. O Allah i madh, Ty të qofshim falë, bën që për hir të haxhit të gëzohemi me bekimin tënd në këtë jetë dhe në pamjen tënde në ahiret. El-Fatiha. Tani ftoj se Afganistanin nderuar miku im dhe i shokëve të mi, Arbër Ismaili, i cili sa herë që kemë ndonjë aktivitetin veçantë të duat haxhive, ky është prezant me neve. Nderuar kryetari i Këshillit të Xhamisë Drita në Lucern, të nderuar efendiler, të nderuar familjar të haxhinëve, të nderuar haxhinë dhe haxhike, të nderuar të pranishëm, kam nderin dhe kënaqësinë që sot t'ju përshëndes të gjithëve dhe t'ju uroj për këtë udhtim të shenjtë. Allahu xhaleshanu e falenderojmë për mundësinë dhe begatinë që na ka dhënë të udhtojmë dhe secili nga ne ka dëshirë të udhtoj, dikush për arsye turizmi, dikush për punë, dikush për studime, kështu me radhë, por kur është udhtimi i shenjtë, si është rasti i udhtimit në haxh, arsyeja për udhëzim është shumë e veçantë, nga se haxhiu kthehet nga ky udhtim, kthehet i pastruar nga gjunahet sikur në ditën kur është lindur. Këtë vit nga komuna e Gjilanit për në Mekë dhe Medina udhtojnë 120 haxhi, 73 prej tyre janë burra e 47 prej tyre gra, që i bie 9% e numrit të përgjithshëm të haxhive nga Republika e Kosovës, e që është 1576. Haxhitë e komunës së Gjilanit janë të ndarë në 3 grupe dhe secili grup numëron 40 haxhi. Grupi i parë udhëhiqet nga kryetari Naim Efendi Aliu, grupi i dytë udhëhiqet nga imami Rashid Zulfiu dhe grupi i tretë nga imami Yusuf Mustafa. Në grupin e haxhive të Republikës së Kosovës është një mjekë nga Gjilani që është Merushe Ajeti Azir. Para se t'i lexoj emrat e haxhive një nga një, ju informoj se koha e nisjes për në aeroportin e Prishtinës nga Gjilani, nga stacioni autobusave, është në datën 25 maj e dje në ora 2 të mëngjesit, që i bie sonte pas mesnatës. Nisja bëhet nga stacioni autobusave në Gjilan, ndërsa fluturimi nga aeroporti i Prishtinës është në ora 6:15 minuta në mëngjes. Për çdo ndryshim të orarit të udhëtimit do t'ju mbajmë të informuar nëpërmes telefonit. Tani po i lexojmë emrat e haxhive me udhëheqësit e tyre. Së pari udhëheqësit e haxhive Naim Efendi Aliu, Rashid Zulfiu dhe Yusuf Mustafa le të rëndohen në anën e djathtë të xhamisë për ju. Zymrie Sadiku. Ai që do të gjëmë emrin e vetë, në njerë rritën gamë dhe shkanë rështonë. Shefik Limani, Nagjie Limani, edhe gratë i lutëm kryon një hapësirë për gratë që të rështonë. Rushdi Shkodra,
Isa Zahiri, Selami Ayrulli, Nesret Ayrulli, Beqir Rafuna, Behar Lenjani, Avishe Lenjani, Murat Mustafa, Nazmia Mustafa, Skender Kastrati, Qibrije Kastrati, Abdi Shaqiri, Elfete Shaqiri, Hava Buruglica, Makfire Koshaner, Shukriye Dati, Nazim Aliyu, Mustaf Halimi, Imriye Kojani Halimi, Yahir Aslani, Servet Zeqiri, Qepsere Zeqiri, Muzafere Hafizi, Sumeira Yildirim, Muhammed Yildirim, Refik Leka, Janus Leka, Qepsere Leka, Raif Kadriu, Ramadan Demi, Nuhi Aslani, İsmet Morina, Fatime Morina, Hüsa Ağay, Sadullah Osman. Muhammed Ismaili, Jeton Kastrati, Refik Haziri, Besnik Ramabaya, Şemseddin Mehmeti, Musa Durmaku, Migriye Durmaku, Fethi Yerliyu, Şehide Yerliyu, Gazmen Korçay, Burim Sarmacay, Loren Salihu, Liridona Salihu Mustafa, Kadri Shabani, Himete Suleimani, Hikmete Shabani, Muhammed Morina, Usame Morina, Makfire Halimi, Shkim Neziri, Nazmi Neziri, Shaha Neziri, Gani Kireva, Mustaf Ismaili, Fehmi Kosumi, Arti Hebibi, Zula Krasnici, Cevat Selimi, Zeynepe Halili, Mizjene Murtesi. Në veçën e Jusuf Mustafës është Hasan Bunyaku, Bacet Arifi, Elmije Arifi, Gjezide Jashari, Sabit Ramadani, Rabie Ramadani, Hyriye Hüseyni, Mihriye Ibrahimi, Janus Ramadani, Milaim Behluli, Ekrem Çerimi, Fikret Zuka, Ahmet Aydini, Fahriye Aydini, Hamid Malici, Mefail Selmani, Degir Fayazidi, Nagib Lutfiu, Shukriye Kosumi, Bekim Shala, Agim Tsani, Azem Recepi, Samir Rustemi, Balbona Ayvazi, Fehmi Seydiya, Elmaze Seydiya, Beytullah Azemi, İsmet Miftari, Anita Miftari, Cemile Miftari, Musa Azemi, Rasime Azemi, Feride Zenuni, Zaim Zümeri, Sabedin Osmani,
Keteme Osmani Aziri, Melihate Plana, Nasser Arifi dhe Mirvete Mustafa. Këta janë agjitë të komunës tonë. Edhe njerë ju lusëm që të jeni të kujdesshëm që para orës 2 autobusi nisët në ora 2 të natës për në aeroportin e Prishtinës, andaj ju para orës 2 të natës të jeni në aeroport.